O çuna, boni like, shpërndani like, boni follow ndërkohë. S'ma vesh ka këtë tema shumë, o shik. A e kupto gabimin let, apo të duhet ko për ta kuptu, për t'i kërku falje? E kupto gabimin let, apo duhet ko me kërku falje? Nuk bëj gabim ku s'duhetën. A ke humbur dikë që e doje për shkak të krenarisë? Po, la. A mund të rikuperohet besimi pas tradhtisë? Ja ke shiro për të dago, që e ka thua, la. A është Klod Osmani ai që e fal tradhtin? Jo, në motër. A beson dashurin distancë, vlla? Kajnë pjesë në dratama, la. Për perspektiven personale. Kalojmë në pjesën e misionit të 6, ku tash jam pyetje gati, vlla, mbaj një bidon ujë afër. Çfarë ke mësuar nga marrëdhëniet e kaluara? Qa mardhanjesh me fema? O, vla, ndrotema, vla. A beson dashuria fat gjatë? O, vlla, të shi, po, jo, po, jo. Ndrotema, vla, jo, nuk besoj. A do të ndryshoj diçka tek vetja për dikë që do? Në motë jo më shik, po ndropytje. Një sekund, prit. Ti je i martuar në këto momente që po flasim. Ta deklaroj, vlla, sepse më shkruajnë femrat, më gatmojnë. Po, vlla, i martuar jam, vlla. Të trashëgohesh, vlla. Deklaron publikisht që je i martuar dhe femrat mos të... Jo, mos lodhen fare. Me varre kokës, pastaj. Një sekonda se më shkruaj redaksia se është një tjetër emision që po pret, është një baba art quhet, nuk e di a njeh, por e kam pasur në emision shumë herë. Ai sot ka një temë sepse është kthyer nga Dubai, është kthyer në Shqipëri, nuk e di për çfarë ka shkruar në WhatsApp, stash futë live. Po, jo, e kam në redaksi dha po pret atje, por atë ta fus kur du dhe jo kur doja ai, sepse unë pyetem këtu. Nuk pyetet ai. Ai është i ftuar, duhet presë atje. Në moment që unë jam gati, kameramanët ato redaksia do ta fusi brenda dhe do ta ul aty. Atëherë, tani kemi disa pyetje për të qeshur, vlla. Ai është kthyer nga Dubai në Shqipëri, por ne do ta pyesim sepse është kurioz publiku si u kthy dhe çfarë pat, për çfarë u kthy, për çfarë arsye dhe kur do shkoj. Dhe është pezulluar nga puna në Dubai që është kthyer në Shqipëri apo është kthyer për pushime apo për punët e tij personale. Kalojmë në pyetje. Po të kishit tani pyetje për çesh, vlla, kupton. Po të shi, gjo me vëmëndje se ti thus, do të lexoj pyetje 100 euro shokës, do të themi pyetje 100 euro, se do të na bënë budalla. Vlla, bane pyetjen se ti muto, vlla, që Po të kishit një superfuqi, do të zgjidhje të fluturoje apo të fshihesh nëse shikon dikë që po të bën syri. Okej, kalojmë pyetje tjetër. Nëse do kishe një ditë të plot vetëm për të bërë budalliqe, çfarë do bëje? Shumë gjana. Po të ishe kafsh për një ditë, cila do të zgjidhje dhe pse? Ujk, vlla, ujk. A ke bërë ndonjëherë diçka shumë qesharake dhe e fshesh nga të tjerët? Si? Nëse kanë pyetje tjetër se këta pyetje që... Sa shpesh pret ndonjë përgjigje serioze dhe të del total qesharake? Çdo ditë, vlla. Kush nga shokët do të binte më parë në kurthin më të thjeshtë? Ndra, stizan, vlla. A ke bërë ndonjë sherr që filloi vetëm për një hamburger? Jam ziur shok për të ongër hamburger, keqapin e i. Bjerë më pjetë so me keqapin, thashur, jo le, tha e shtrydhi gjithë t'ja fut majonez fokës, da, ka pa hamburger, të zima hamburger. Kush ka bërë ndonjëherë tur publik dhe ti nuk mund të ndalesh se qeshuri? A ka bërë njënin e tur publik, dhe më thonë ti vetëm ke qesh, me të modë. Kur ka fuza Kimedi Jozin. Po të bëni një situatë nga shokët, kush do të ishte mbreti i sherrit qesharak? Zjer, bla. Po të bëni një statuj nga shokët, kush do ishte mbreti i sherrit qesharak?
Se marrë vesh këtë lloj argumenti. Okej. Sa herë ke folë seriozisht dhe të gjithë Asnjëherë vëlla. po të ishe peshk për një ditë, çfarë do bëje? Do bie ngrep në një. Ja ke shira të bu me këtë punë. O si ja. Po ja pyetje. Po Tash u la pyetje çesharak. Ja ke shira me këtë pyetje vëlla. Ka në pyetje tjera vajle. Klodin e kam vllaun me rëfshije, se bëjmë shaka se. Po këta, po ky ta ça pyetje pidh Mirë, botë. pyet çat dusha bro, po jo që si peshqe, por si shive rëpë. Okej, kalojmë pyetjet e po të ishe grep. Çap kë pesh do kapje? Noizin. Pas ka gjetë që nojësit. Që thot nojësit, me pane ditë me Ferrari më rrugë, thot të ashtyp të ikë më ra. E mërë se Noizi pa në shaka të bi se Noizi e t'jalli mija. Dhe të shtyp me Ferrari, thot e i, po. Po të më shtyp ashtaj. O, Klod djali, o, mos dek shkur du fort me rëfshvije. Na knojë që për kokë plakë. Do hymë për not lejnë, po do përgati, unë do i bëj pyetje tuja, do i bëj me Jo, krepo. ma bro, s'fute ma levo, se do nata funit jem fut për respekt. Ti e di se du fort e ti pranoj gjanat, se me ka në tjetër, ti e di se reagojën. E di më dek shiro, po mu do, po mu, unë sa të shofë ty ti më kujtoj Gjemanin mu vla, ti e di. Jam fut sonë të smerna ma lëk, ta që dhja jam i martu, kom hynë të lashet mdhaja që jam fut sonë të live. Për shdote. Po qatë të uo burra. Klod, ka do më shumë nga gjithë të TikTok-u, dek familja trete, parre. Në motër, mos me ta bon shefin që du mas shumë nga këto TikTok-ut, jetë tërë që Edhe unë du fort me rëfshvije. jetë djali ma i mirë, e ma i drejt, e ma i thjesht, e ma me kam tokë, se këtë qëta TikTok-u. Do ta bëjmë në njonin shemull në në Shqipërie? Nuk ke ka pa shamu të më shikti. O vlaj, unë, jo më jo, ti do shkosh do vi vlaj im, do shkosh ti me vlajnë tim, ka ose se unë doja me qu vlajnë, e kupton po. Që ose do me shku për adrenalin, se unë e di që s'rrit do të pa adrenalin. Hajde mërë thurë. Edhe vetëm me i bo video, me ma re, me i bo video e ma jonë, se e ma impresion pas të edhe duhet, e kupton, se ti e di, që më shajt, të më shajti me adres falco, e hyna me adres goce, tak, me i goc, ja mora ftyrën me foto edhe, dhe këta kujtojnë se si kapim ne, a kupton, këta kujtojnë se shajnë me adresa falco, si kapim ne, unë ja futa gocën direkt, e di se ram kur, direkt ra si peshku më grep, praf, ishe me goj hap. Mo zë ma kesh për atë njërë që e fosën në ndorë. Po me fut lajim, më rëf shpije, është psikopat fare, është më kesë e tyre, më rëf shpije, a i thot, kur gjujnë njeri, thot, si me gjujt me nej thes boksi, thot, a kuptë nuk më dhimë se të pa më shirë, thot, në njeri që të bo keq, a i që të bo keq, vla, o shoku, njerëzit sot po nuk të respektuan për njeri unë që të respektojnë nga Afrika, në vdek të familja. Po. Për kokë të familje, se po i ne të kshu, i të marrin për kom. Po u shqive nonën thirin babë me rëfshvje, kërcile mërë dajak, aty hec fut e bje, thonë si a i s'ka. A qite tabelën në këto, vaj, deshte që, dhim më apetin. E edhe një 5 minuta dhe do levizën lëk, se kam... Okej, Jo, nga që më the ti për kokë plakës, unë për ty në më rëfshvje, janë the. E di, e bam. Unë s'ta prish lajo ty. U knashën publika të qesh. O vla, po ku, a ke nxerë kongën ti në YouTube, o vla? Jo, vla, sepse do i plasë 10 muzik me videoklip shumë shpejt. Po mi, ma që ta vek tu, a do ta vek tu kongën tate? Vënës ata atentate. Po ma, nuk, ma ke quti mu? Jo, ke qu vetëm bitim, vla, më qo kongën. Për tani. Ma nis kongën. Klodin e du fortën. Me Klodin ka mongër buk, kam nejtë në Gjemani me rëfshpije. Shifsha motrën, pas ka bateri kjo. Kujtë marrë tjetër, kujtë që kam 2 bokse. Ama qove? Shtutar dhe vla. Kam 2 bokse unë se jam i përgatit për çdo situatë. Kur do e bosh videoklipi, apo do bosh album? Do plasi Po album. që na boni follow o njerë, se kjo është adresa ime.
Boni vëllau ta çojmë 20.000 sot, ta çojmë 20k. Çu ty me i herë vllat muzikën. S'pa ka çu. Është ka të vjen është. Atë fshat. Këto Samsungat më telefona ropsha nuk kam pa në herë, vëlla. Ama qove. Po vëlla, s'po m'vjene. Ta qova i pikë pyetje, bu. Po që aty qatë numër ta kam nisë.